Përshëndetje të gjithëve drejt për së drejti, ky është edicioni i parë informativ i lajmeve për ditën e sotme ajo orës 8. Në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Pas gati një viti, pasi lëvizja vetë vendosje dështoi të formonte qeveri në Kosovë, mbahen sot zgjedhjet e parakohshme. Në garë për të zënë një vend në kuvendin e Kosovës janë gjithsej 1126 kandidat për deputet nga 23 subjektet politike që ka Kosova. Dje të drejtën e votës e ushtroi diaspora me një pjesëmarrje masive. Qeveria ka vendosur të jap 12 milion euro për të larë borxhet e bashkive. Sipas të dhënave në aktin normativ, më shumë para do të marrë Bashkia Kavaj, që ka dhe detyrimet më të larta, ndjekur nga Pogradeci, Durrësi dhe Rogozhina, ndërsa Bashkia e Tiranës nuk përfiton nga kjo transfer. Nga Shkodra, Ervin Saliani akuzoi drejtuesit e Partisë Demokratike si përgjegjës për gjendjen në cilën e kanë çuar opozitën, duke ju referuar tireve të PD-s Shkodër që demokratët mos marrin pjesë në takimin e tij. Saliani u përgjigj se nuk bie prej presioneve. Ai u kërkoi qytetarëve të mobilizohen për reformim të partisë në mënyrë që të përballen me regjimin e Edi Ramës. Një 44 vjeçar u arrestua nga policia në Klos pasi ndërtoi paleje ngjitur me monumentin e kulturës Ura e Vashës. Medicina ishte bërë ndërhyrje duke cënuar monumentin, ndërsa për të njëjtën shkelje pak muaj më parë një familjar i tij u hetua për dëmtimin e monumentit të kulturës. Presidenti i Ukrainës Zelenski takoi sot me presidentin e SBA-ve Donald Trump në Florida për raundin e fundit të bisedimeve që synojnë të japin fund gati 4 viteve luftë me Rusin. Dyshja do të diskutojë një version të përditësuar të një plani paqe të ndërmjetësuar nga SBA, në të cilin Moska ende nuk e ka mbështetur, si dhe propozimet veçanta për garancitë e sigurisë së SBA-s. Takimi në shtëpinë e Trump në Mar-a-Lago vjen pas bombardimeve intensive ruse të Kievit, të cilat presidenti i Ukrainës i tha se janë dëshmi se Moska nuk dëshiron paqe. Armando Broja, luajti titullar në ndeshjen Burnley-Everton që u mbyll pa gola. Ekipi i sulmuesit shqiptar ishte më këmbgulës për të gjetur golin, por nga 16 goditjet e realizuara, asnjë nuk gjeti kuadratin e portës. Broja luajti 88 minuta duke i lënë vendin më pas Flemingut. Burnley Armando Brojës rënditet në vendin e 19 me 12 pikë. Me premierë në Avatar, Fire and Ash u inaugurua kinemaja Republika në Shkodër duke i rikthyer qytetit ekranin e madh që mungonte prej 2 vitesh. Kinema Republika u rikthyer në pronësi publike dhe gjatë kësaj kohe u bë rikonstruksion i plot, jo vetëm i godinës, por dhe i pajisjeve dhe ekraneve. Tashmë është rikonstruktuar duke ruajtur origjinalitetin e godinës, por e pasuruar me teknologji moderne. Ndërtuar në 1958, Kinema Republika ka shënjuar ndër dekada jetën kulturore të qytetit të Shkodrës. Fillojmë pa humbur kohë më gjerësisht. Kosova voton sot për zgjedhjet e parakohshme parlamentare në vend. Më shumë se 2 milion votues janë thirrur për të votuar për të dytën herë brenda vitit për vendet në parlament, pas dështimit Albin Kurtit dhe vetëvendosjes për të patur mbështetjen e nevojshme për mandatin qeverisës pas zgjedhjeve të 9 shkurtit të këtij viti. Procesi zgjedhor brenda vendit do të zhvillohet në 948 qendra të votimit, me gjithsej 2.614.000 vende, ndërkohë që nga ana tjetër 910 qendra do të presin gjithashtu 2.555 vendvotime për votim të rregullt dhe 38 qendra nga ana tjetër do të presin 57 vendvotime për mundësuar votimin me kusht. Në garë për zënë një vend në kuvendin e Kosovës janë gjithsej 1126 kandidat, ndërkohë që për deputet garojnë nga 23 subjekte politike në garë. Ndërkohë prej orës 7 të mëngjesit të djeshëm dhe në orën 19 votoi diaspora në 25 ambasada dhe konsulata. Për pikat ku votimi u mbyll në orën 19, pjesëmarrja i kaloi 81%. Në zgjedhjet e fundit parlamentare, vetëvendosja do lidukshëm më e votuara në diasporë, e cila sipas KQZ-s edhe në këto zgjedhje mund të votojë edhe me një dokument identifikimi me afat të skaduar.
Qeveria ka vendosur të jap 12 milion euro për të larë borxhet e bashkive. Sipas të dhënave nga akti normativ, më shumë para do të përfitojë Bashkia Kavaj, që ka dhe detyrimet më të larta, ndjekur nga Pogradeci, Durrësi dhe Rogozhina, ndërkohë Bashkia Tiranë nuk përfiton nga kjo transfer. Për të larë borxhet e mbetura që nga ish komunat, por edhe të reja të krijuara pas reformës territoriale administrative të 2015-s, qeveria do t'u jap 12 milion euro bashkive. Përmes aktit normativ që rishikon për herë të katërt buxhetin e shtetit, është caktuar edhe fondi që do të përdoret nga njësitë e vetëqeverisjes vendore me qëllim shlyerjen e detyrimeve. Nga fondi prej 12 milion eurosh, gati 30% të tij e marrin 5 bashkitë që kanë edhe borxhet më të mëdha. Bashkia Kavaj, që deri në fund të shtatorit kishte 7.2 milion euro detyrime të papaguara, merr një fond prej 2 milion euro për të paguar një pjesë të tyre. Më pas është Bashkia Pogradec, kryetari i së cilës ka kërkuar vazhdimisht ndihmën e shtetit për të shlyer borxhet e vjetra. Kjo bashki ka 2.6 milion euro borxhe dhe si transfert nga buxheti merr 843.000 euro. Më pas është Durrësi, të cilit praktikisht i shuhen borxhet pasi merr një transfert me 532.000 euro. Kurse Dimali, me afro 1.7 milion euro detyrime, do të marrë 526.000 euro dhe Rogozhina përfiton 485.000 euro. Me përjashtim të Tiranës, e cila vlerësohet se i ka të gjitha kapacitetet financiare për të shlyer detyrimet, të 60 bashkitë e tjera do të marrin para nga kjo transfer të buxhetit. Sipas të dhënave të Ministrisë së Financave, në total 61 bashkitë e vendit kanë 28.2 milion euro detyrime të prapambetura nga 32.5 milion euro që ishte vlera në fund të 2024-s. Edhe pse detyrimet e pushtetit vendor kanë ardhur në rënje, sëmundja e vjetër vijon. Pjesa dërmuese e tyre janë për investimet të kryera dhe të papaguara nga bashkitë, të cilat kanë 10 milion euro detyrime për investimet. Më pas janë borxhet për pagesat e energjisë elektrike, pagat e punonjësve dhe shpronësimet me rreth 7 milion euro, si dhe detyrimet për shërbime prej 5.3 milion euro. Nga Shkodra, Ervin Saliani akuzoi drejtuesit e Partisë Demokratike si përgjegjës për gjendjen në të cilën e kanë çuar opozitën, e cila ndodhet prej 12 vitesh në opozitë, gjithnjë më dobësuar. Ai u kërkoi qytetarëve të bëhen pjesë e përpjekjeve për reformimin e partisë në mënyrë që të përballen me regjimin e Edi Ramës. Përpjekja e Sali Berishës për të frenuar pjesëmarrjen në foltorën e Ervin Salianit nuk i ndali demokratët e Shkodrës. Mesatë mbushur plotë me simpatizantë të tjerë që mbeten jashtë saj. Saliani përcjelli këtë mesazh kreu të Selis Blu. Ju bëjnë thirrje që mos takohemi me njëri tjetrin. Shpenzojnë para, por e kanë kot. Koltugofagët, të cilët duan edhe janë qepur koltuqeve dhe karrigeve për t'i mbajtur me forcë, sepse siç e shihni nuk po ja dalin dhe nuk do t'ja dalin dot. Në rastin e Shkodrës, Benet Beci nuk ka qenë një drejtor i emëruar prej meje, as i emëruar prej jush. Ka qenë ish drejtor i emëruar prej drejtuesve të Partisë Demokratike dhe i mbajtur me pekule, me gjatë në institucionet më të rëndësishme. Përballë regjimit cilën si lepurusha dhe përballë demokratëve duan të tregohen sikur janë tigra, e kanë gabim. Përgjegjës për situatën e krijuar në PD, Saliani bën politikat e ndjekura deri tani nga drejtuesit e partisë. Gabimet që ka bërë Partia Demokratike kanë bërë që Partia Demokratike tjetë sot gjendjen që është. Për shkak të emrimeve të padrejta, për shkak të mos promovimit të drejtuesve të partisë që kanë sakrifikuar dhe sakrifikojnë për Partinë Demokratike, po për shkak të emrimeve nepotike, sot është koha për guxim. Para kësaj situate, rivali brenda partisë, Sali Berishës, u bëri thirrje demokratëve për mobilizim e ndryshim si hapi i parë për betejën me qeverinë. Shqipëria nuk ndryshon duke rikthyer politikat vjetra, metodat vjetra, figurat konsumuara dhe mentalitete që i kanë zhgënjyer qytetarët që shumë vite më përpara. Duhet thënë qartë, e vjetra ka dështuar. Ka dështuar sepse ka folur shumë dhe ka vepruar pak. Ka dështuar sepse është mbyllur në interesa të ngushta. Shikoni pak rastin e Partisë Demokratike edhe në këtë moment. Partia Demokratike ka një statut dhe nuk ka asnjë shans që të përjashtohet dot askush nga Partia Demokratike. Takimi i mbajtur në Shkodër është i katërt i foltorëve të Ervin Salianit, i cili ka ndërmarrë nismën për rizimin dhe riformatimin e Partisë Demokratike prej 12 vitesh në opozitë.
Kosovës, aty ku sot mbahen zgjedhjet e parakoshme. Do të kemi një lidhje të drejtë për drejtë me gazetarin e Klan Kosovës, Vullnet Krasniqi. Krasniqi, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Krasniqi, ka pasur problematika, ka nisur votimi që në orën 7 dhe kur pritet të mbyllet? Fakt duket se ndoshta edhe mbase për shkak të proceseve të zgjedhjeve të cilat janë të katërta që mbahen brenda një viti në Republikën e Kosovës, duket se tashmë me shumë gjatë gjithë institucionet dhe qytetarët ja kanë marrë dorën këtij procesi, deri më tani nuk raportohet për ndonjë parregullsi, sigurisht materialet sensitive dhe ato sensitive janë dërguar në qendrat e votimit në bazë të raportimit të fundit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Gjithçka po shkon në rregull dhe nuk është evidentuar ndonjë parregullsi, ka disa vonesa teknike tek këto të raportuara nga gazetarët në terren, por që nuk ka ndonjë diçka që mund të ndikojë drejt për së drejti në procesin zgjedhor, derisa të drejtë vote kanë rreth 2 milion qytetarë të Republikës së Kosovës brenda dhe jashtë vendit, pra diku rreth 1.9 milion qytetarë kanë të drejtë vote vetëm brenda Republikës së Kosovës, derisa rreth 70.000 të tjerë janë regjistruar nga diaspora. Krasniqi, ku pritet të bëhet betejë më e fortë, për shembull mes partive politike, në cilat qytete ku janë, le të themi, bastionet kryesore, si të vetëvendosjes, ashtu të PDK-s, LDK-s apo edhe partisë së Limajt Haradinaj? Në fakt, për shkak të zhvillimeve politike, sidomos pas mosarritjes së formimit të një qeverie, pra e cila do të derivonte nga zgjedhjet e shkurtit të këtij viti, është vështirë të parashikohet, mbas gjitha subjekte politike mund të ruajnë bastionet. Ajo që thuhet në një analizë të përgjithshme është pra që paga shumë subjekte politike mund të ruajnë këto pozicione të cilat i kanë, për çka edhe shumica e analizëve pra kanë dhënë, themi kështu, përshtypjet e tyre ose analizën e tyre se si mund të tejkalohet kriza politike, pra meqense e pam që në zgjedhjet e fundit apo në rezultati i zgjedhjeve të fundit nuk është se u përkthye në një qeveri funksionale në Republikën e Kosovës. Do të shohim nëse kjo do të rezultati mund të jetë më ndryshe se sa ishte në zgjedhjet e fundit, do të ketë befasi ose jo, mbase pra rezultati mund të jetë në bazë të analizave ai që ka qenë, por sigurisht mund të ketë edhe befasi nëse do të ketë qytetarë që janë të revoltuar potencialisht për mosarritjen e themelimit të institucioneve të cilat do të buronin pra nga vota e zgjedhjeve të kaluara. Po përsa i përket diasporës që ka votuar edhe ditën e djeshme, ka, le të themi, pjesëmarrje ka qenë e mirë, po ta krahasojmë me zgjedhjet e shkurtit? Po, ka qenë pak a shumë e ngjashëm numri i atyre që janë regjistruar për të votuar nga diaspora, pra për të shfrytzuar të drejtën e tyre votës, qoftë në konsulata, qoftë edhe nëpërmjet postës në filialet e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në mbar botën, por sigurisht që vota e diasporës duket se këtë radhë do të jetë më drejt për drejt, pra meqense një numër i konsiderueshëm mbi 350.000 qytetarë llogaritet të jenë futur në Republikën e Kosovës, pra që janë mendimtarë që shfrytëzojnë pra periudhën e fundvitit, pikërisht këto ditë të fundit të vitit për të ardhur dhe për të festuar fundvitin me familjet e tyre dhe sigurisht që mbase për dallim prej herave të tjera ku shumica prej tyre pra në procese të caktuara zgjedhore mund të jenë të angazhuar, kësaj radhe i bie që të njëjtit do të jenë pra prezent në Republikën e Kosovës dhe sigurisht që secili prej tyre do të mund të vendosë drejt për së drejti se cili subjekt politik do të mbështet. Sigurisht kjo bëhet duke pasur një dokument valid të Republikës së Kosovës, në këtë rast letër njoftimi, dhe kjo i mjafton për të hedhur votën e tyre, pra sigurisht që një numër i madh i qytetarëve mund të shfrytëzojnë këtë drejtë meqense pra janë në Kosovë për pushime, gjithsesi pra ka pasur, themi kështu, edhe një lloj analize jo krejt të saktë çfarë do diaspora, pra sigurisht që subjektet politike caktuara propagandojnë për tisur votën e mërgatës, megjithatë sigurisht që ata janë vetë prezent në Kosovë, do të shohin vetë situatën në Kosovë dhe ata do të vlerësojnë vetë se këtë duan të mbështesin në këtë raund të zgjedhjeve. Ajo që është më e rëndësishme është që Kosova të ketë institucione apo të arrijë të formojë institucione pas këtyre zgjedhjeve, meqense siç e dini pra situata është kritike në shumë sektorë, sikur se ata
ekonomik, po ashtu edhe në atë që ka të bëjë me marrëdhëniet ndërkombëtare dhe sigurisht një proces delikat që ka Kosova, që është procesi i dialogut. Edhe në pyetje të fundit, Krasniqi, ndryshe nga zgjedhjet e shkurtit, i vetmi ndryshim është se kandidat për kryeministër nga PDK-ja do të jetë Bedri Hamza, ndërsa liderët e tjerë janë po të njëjtët si në zgjedhjet e shkurtit. Po, si që përmendet pra në Partinë Demokratike të Kosovës ka pasur zgjedhje të brendshme, me që rast edhe ky subjekt politik ka kandiduar zotri Hamzën për kryeministër të Republikës së Kosovës. Kujtojmë se zotri Hamza pra kishte një background në të kaluarën, në pozita të rëndësishme institucionale, pra ka qenë ish ministër i financave në Republikën e Kosovës, gjithashtu së fundmi i jetës ka qenë edhe kryetari i komunës së Mitrovicës së Jugut, derisa pra para se të ndodhte edhe procesi në zgjedhje lokale, i jeti nuk ishte kandiduar duke i lënë kështu aftësi Rajan Tahirit nga Partia Demokratike e Kosovës që të kandidonte për Mitrovicën, dhe ky pak a shumë u pa dhe si një sinjal se orientimi i zotrit Hamzës pra mund të jenë institucione qendrore, dhe në këtë rast Partia Demokratike e Kosovës vendosi që të njëjtit t'i japë besimin për ta kandiduar për kryeministër nga Partia Demokratike e Kosovës. Por ajo që duhet vërejtur pra duhet theksuar është se ndoshta edhe me hyrjen në garë të vetë Bedri Hamzës, duket se edhe narracioni politik ka ndryshuar disi, me qenë se duket se subjekte politike janë veçanërisht pra të fokusuara në dy sfera: ekonomia, me qenë se një vlerësim i përgjithshëm është se Kosova pra sikurse edhe vendet tjera të rajonit po kalon një krizë sa i përket inflacionit dhe të tjera, e po ashtu është edhe fokusi tek aspekti i sigurisë, pra sidomos investimi në ushtri, marrë parasysh situatën gjeopolitike dhe konfliktet anë mbi anë, në veçanti ajo në Ukrainë, së fundmi edhe zhvillimet e fundit në Gaza. Pra, duket se orientimi i subjekteve politike ka qenë në dy sektor kyç, të cilët ata i vlerësojnë për të bërë fushat apo për të dhënë një program më përmbajtësor, ka të bëjë me aspektin e sigurisë, forcimi i institucioneve të sigurisë, po ashtu edhe themi kështu një infuzion i cili duhet ekonomisë Kosovës për ta rimëkëmbur, me qenë se ka një krizë të theksuar, sidomos për shkak të inflacionit, dhe më fani, subjekte politike kryesisht janë orientuar tek rritja e pagave në sektorin publik, po ashtu edhe të pensioneve dhe skemave sociale. Krasniqi, faleminderit shumë, ishe kënaqësi. Ju pafshim. Ishim me Vullnet Krasniqin nga Prishtina. Dalemi tani në të tjera zhvillime. Një 44 vjeçar u arrestua nga policia në Klos pasi ndërtoi paleje ngjitur me monumentin e kulturës Ura e Vashës. Objekti u zbulua nga kontrollet e policisë për parandalimin e krimeve mjedisore. Sipas policisë, i arrestuari kishte bërë ndërhyrje duke cënuar monumentin. Medicina me banim në fshat Klos është në akuzë për 2 vepra penale, shkatrim i veprave kulturore dhe ndërtim i paligjshëm. I arrestuari mësohet se ka një lokal 30 metra pranë Urës së Vashës. Në qershor 2025, një 50 vjeçar nga njëjta familje u hetua për dëmtimin e monumentit kulturës, pasi kishte ndërhyrë me mjete të rënda në afërsi të Urës dhe në shtratin e Lumit Mat. Ura e Vashës, me mbi 300 vjet histori, sot ka ndryshuar pamje. Pranë saj janë kryer ndërhyrje të paligjshme me struktura betoni dhe gërmime në zonën përreth saj. Mirë, ishte gjithçka për këtë edicion, ndajemi këtu.